Mirëdita, përshëndetje të gjithëve, që na dëgjoni vazhdimisht çdo të dile. Dhe kam rastin dhe fatin që të bashkëbisedoj pikërisht me një intelektual, një njeri që vërtet meriton shumë, po them, vëmendje dhe kujdes. Është Esad Ejupi, autori i librit të dytë që kemi këtu që ka bërë, por edhe librin e parë për Prishtinën, i dytë është për KF Llapin, vit pas viti. Mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit. Për kënaqësi kur i kemi në studion tonë, më të vërtet krijon mrekulli. Doni me kënaqësi edhe sot ditë diel, ditë ushqimi, po ngjit akoma me ardh këtë periudhë për dëgjues të ju. Sigurisht kemi marrë një kohë që mua, por megjithatë shumë ja vlen Esad. Me kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, vërtet kemi çfarë të flasim, dy libra që janë vërtet me ato shkrimet e tua madhështore janë, sepse ke zbuluar shumë gjëra të cilat shumë breza nuk i kanë ditur, brezat e shumë natyrisht. Po. Edhe pas të librit parë, për KF Prishtinën, 100 vjet, çfarë shtyr vazhdoni me librin KF Llapi vit pas viti? Nëse duhet me dhënë përgjigjen shpejt, kisha thonë, isha përgjigj çka ju shtyri, po thoni, unë kisha thonë dëshira, vullneti, pasioni për Llapin. Mirë, po tash du me zgjeru këtë përgjigje ma shumë. Kështu, gjatë punës për klubin e futbollit Prishtina, që ka qenë një punë goxha voluminoze dhe që ka gjatë me vite, gjatë hulumtimit, unë sa herë që kërkoja informacione për Prishtinën, aty pranë shkrimeve për Prishtinën, pa isha shkrime edhe për Llapin. Dhe nuk mund t'i kaloja vetëm për më informu për vetes pari, për shkak të korreshtjes që kisha për me ditë më shumë për klubin e futbollit Llapi. Dhe masi që e përfundova punën për librin e Prishtinës, mendova dhe analizova se kisha informacione të grumbulluara, pastaj disha mënyrat e gjetjes e informacioneve tjera që nevojiteshin për një libër për Llapin. Dhe në konsultim pastaj me drejtues të klubit Llapi, morra një farë shtytje edhe prej tyre që po mund ta bëjmë këtë projekt. Nisa hulumtimin pastaj edhe për Llapin dhe kjo rezultoi mas një pune disa vjeçare me një libër që tash i ka 854 faqe dhe siç e dini është promovuar së fundi në fillim të këtij viti, pra në janar, me 5 janar të vitit. Kur kthehemi 100 vjet klubi i futbollit Prishtina, është interesant për shembull të kthehemi edhe një herë për dëgjuesit, pasi kanë kërkuar edhe sigurisht shtesë një sqarim, një shpjegim. Pastaj do të shkojmë me Llapin patjetër. Po. Skuadër që meriton shumë respekt, kanë kaluar shumë breza të mëdhenj. Lojtarë që ka dhënë Llapi kanë qenë në Prishtinë, jo vetëm këtu, por shumë edhe klube tjera. Po. Do të thonë po flasëm fillimisht për librin e Prishtinës. Po. Po. Libri i Prishtinës ka ardhur si kërkesë ose si ide e drejtuesve të atëhershëm të klubit futbollistik Prishtina. Ka qenë kjo tash i bie 7 vite mbrapa, nëse kthehemi dikon në vitin 2019, kemi bisedu për herë të parë për këtë projekt. Dhe ideja ka qenë që në vitin 2022, atër kur Prishtina ta ketë 100 vjetorin e themelimit, ta kenë librin e finalizuar dhe mendohej që me një spektakël, një javor të shënohet jubileu i 100 vjetorit të themelimit të klubit. Unë nisa punën me njerë, në fakt duhet të them këtu që nuk e kam prit që unë duhet jem ai që duhet ta bëj këtë libër, a në fakt gjithmonë kam pas dëshirë që me gjetë një libër, dhe kam thonë edhe në raste tjera, po e them edhe këtu që me pas pa unë këtë libër në vitrinat librarive, e kisha ble pa hezitim, po asnjëherë s'kam menduar që unë do të jem autori i këtij libri, ka shumë të pritur, 100 vjet, 100 kusur vjet. Dhe u morën vesh, u pajtova që të nis hulumtimin për këtë libër. E kam thonë edhe në raste tjera, po përsëris që në farë mënyrë ajo që ma lehtësoi, po themi edhe pse ndoshta në shumë aspekte ka qenë koha e epidemisë koronavirusit që ka qenë në atë kohë. Isha ma shumë në shtëpi, ishin nal aktivitete tjera dhe unë fokusova ka hulumtimin dhe kur e pash se po mundem, po gjej material, atëherë vazhdova punën dhe
Pikërisht në 100 vjetorin e klubit, në vitin pra 2022, në qershor, libri ka qenë gati për botin. Mirë po të Prishtina atëherë pat ndërrim të kryesisë, patën do të lashe financiare, nuk e di çka, dhe u shty promovimi, nuk u majt tamam eksakt në 100 vjetorin e saj, dhe kjo ndodhi pastaj në dhjetor të vitit 2024. Në dhjetor të vitit 2024 u bë promovimi, dhe promovimi u bë edhe pas një mbështetje që ja dha Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e mbështeti si projekt në thirrjen publike që ka për dokumentimin e historisë sportive. Dhe tash me thonë sinqerisht, kur e kanë pa projektin që është kjo është aja që ne po mendojmë me gjetë me këtë thirrjen e dokumentimit historisë sportive, sepse ky libër tashmë është një dokument i shkruar që i ka vlerat e veta e që dokumenton historinë sportive të klubit futbollistik Prishtina në 104 vjet të saj, për shkak se unë kam vazhduar edhe pas vitit 2022 deri kur u botu libri. Në 102 vjet faktikisht i vjen deri në 24. Mirë, libri është promovuar para ca kohësh. Dhjetor 24. 24, janë një vit e gjysmë. Ashtu. Dhe ishte promovimi në një mjedis të bukur sportiv, do thosha kulturor në përgjithësi. Po, provimi ka qenë madhështor. Ashtu? Po, ka qenë është mbajtur në Swiss Diamond në Prishtinë. Kanë qenë edhe përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme të vendit, tu fillu prej kryeministit të vendit, pastaj ministrat e dikastereve të ndryshme, të kulturës sidomos dhe të ministrive tjera, përfaqësues të komunës, të Komitetit Olimpik, të Federatës Futbollit, dikush ka qenë nga Federata e Futbollit, pastaj kanë qenë veteranë të futbollit Prishtinës dhe plot mysafir tjerë. Eksakt kanë qenë numri mbi 250 vet të pranishëm. Ka shku live në RTK 3, ka pas fjalime në të cilat është vlerësuar puna, është vlerësuar edhe libri si i tillë, edhe puna e autorit, edhe kështu. Jam i kënaqur. Sigurisht ishte me të vërtetë bukur ishte. Vetëm këto libra edhe monografi si doni, me të vërtetë e pasërojnë jetën kulturore dhe sportive. Po, kjo është diçka që i ka munguar klubeve futbollit, ose i ka munguar dokumentimi i sportit përgjithësi, sidomos i futbollit, klubeve të futbollit në Kosovë, për shkak se siç e dini dhe tashmë është thonë kjo që kjo është monografia e parë e një klubi të futbollit që e përfshin komplet historinë e vet prej themelimit të këndej. Edhe jo më pak se klubit më të vjetër, më të rëndësishëm, më tradicional, siç është klubi i futbollit Prishtina, që ka pas historinë më të begatshme, klubi më i trofeshëm. Pse duan as shumë njerëzit sigurisht edhe ne Prishtinën? Po Prishtina e unë kam thënë haptas në mikrofon. Po, okej, ne që jemi gazetarë të sportit nuk duhet jemi shumë anuës. Jo, në Shqipëri jam për shumë anuës, për një klub. Okej, ne do të rrim neutralitetin, po them ashtu. Po, kur jemi në komentim po. Po. Në komentim jemi i barabartë. Po, okej, mirë po dashuria ndaj klubit nuk mund të mshifet. Sigurisht. Kolli dhe dashnia nuk mshifet. Shumë bukur. Po, kështu që e vërtet që Prishtina ka pas tifozëri më të madhe, sidomos brezat e vjetër, për shkak se e ka dhe kjo një arsye, Enver. Arsyeja besoj është që sidomos në vitet e 80, atëherë kur nisi një farë presioni ndaj popullit të Kosovës këtu nga shteti i atëhershëm, sporti, stadiumi i Prishtinës, klubi i futbollit Prishtina ishte në farë mënyrë ai rezistenca që në aspektin sportiv i bënim atij regjimit të atëhershëm dhe stadiumi i Prishtinës këtu tash që quhet Fadil Vokri, e atëherë Fadil Vokri luante në atë stadium, ka qenë arenë në të cilën ne e shfaqnim atë, le të themi ndoshta edhe mllëfin që ka ndodhur gjatë javës me ato padrejtësitë që janë bë, e shtunia dhe diellja e zbraznim mllëfin duke bërtit Prishtina, besa. Edhe ishte dasëm e vërtet. Po, pra. Me Dau dhe Zula. Ashtu ishte. Me këngë valle. Po, edhe këto që e tha dasëm e vërtet, me kujtohet edhe një titull i gazetës, titulli i gazetës Rilindja, që përndryshe ka qenë adresa e referenca ime kryesore në dokumentimin e këtyre historive sportive. Një titull i gazetës kur Prishtina shënon fitoren të Ajradit të Beogradit, ka qenë në muajin qershor gjira e parafundit në ligën e dytë dhe pas asaj fitorie
u sigurua plasmanin në ligën e parë atëherë federative. E titulli i gazetës ka qenë edhe dasma dje filloi. E më mend atë titull gazete për arsye se në këtë ndeshje kanë qenë prezent në stadium, atëherë si 12 vjeçar, ka pas fituar Prishtina 3-0. Po. 2 gole ka dhënë Fadil Vokri, 1 gol e ka dhënë Ramiz Krasniqi, edhe një penalti e ka pasu Fadil Vokri, mirë po vërtet ka qenë spektakolare e ndeshje, e ka qenë e para fundit e edicionit 82-83, ndërsa në ndeshjen e fundit Prishtina luante në Gjaku, kualifikimi ishte siguruar për ligën e parë, dhe çka bëni Prishtina, ja mundsoi, po themi në thujza, ja mundsoi vllaznimin me fitu, 3-2 fiton vllaznimin e Gjaku, dhe vllaznimin mbetet në ligën e dytë federative. Kështu që ishte një gëzim i dyanshëm. Prishtina u gëzua tifozët e saj për kualifikimin e ligën e parë, ndërsa vllaznimi shënoi fitore dhe mbeti në ligën e dytë federative. Adhuruesi më të lakt KF Prishtina e kishte nga Podujeva. Këtë më ka thënë edhe Kujtim Shala, i cili mos harrojmë i ka shënuar 5 gola kundër Sarajevës, dhe kemi harruar atëherë sigurisht na ka hidhur pak. Por ja mirë. Kujtimin e përshëndes sepse kemi ndoshta duke na dëgjuar. Nëse na dëgjon e përshëndes. Është vërtet legjenda e futbollit. Po, pra, patjetër. Nëse ne kemi harruar kujtimin e një emision sportiv ku kemi folur për shumë tema ose për 100 vjet historisë Prishtinës, historia atë nuk e harron. Jo. Për arsye se ai kalon gjurmë te Prishtina, edhe me ato 5 golshin që pa e përmendti kundër Sarajevës, mirë po edhe me shumë gola tjerë. Në fakt, Kujtim Shala, tash po japim disa statistika që ndoshta vet ai i ka harru. Te Prishtina i ka luajtur 125 ndeshje dhe i ka shënuar 25 gole. Dhe bile ka qenë kandidati për golashënuesin më të mirë në ish Jugosllavi në ligën e parë. Apo për pak. Pikërisht në këtë edicionin që ka shënuar atë 5 golshin kundër Sarajevës, i ka pas 15 gola në krejt edicionin, ndërsa ka fituar një futbollist tjetër që i ka pas 16 ose 17, tash jam i sigurt. Aty ishte. Mirë, po për një gol ose 2, e di që nuk e ka fituar titullin e golshënuesit më të mirë në ish ligën e atëhershme federative. Shumë bukur, sa të falenderoj shumë vërtet për këto shpjegime, tash do t'i kthehemi sigurisht edhe për të zhvilluar edhe më tutje këtë bisedë. A ishte më lehtë apo më vështirë të punoni librin e dytë? Librin e dytë, pyetje shumë e logjikshme që bën ti, dhe përgjigjja është kështu. Libri i dytë, natyrisht që i kishte edhe ato lehtësuese, por i kishte edhe disa rrethona rënduese, po themi, ose më të vështira. Me lehtë ishte në aspektin që në krijova një farë përvoje, i disha mënyrën se si bëhet hulumtimi, i disha adresat ku bëhet hulumtimi, çish bëhet dokumentimi, i krijova një farë sistemi për klasifikimin e informacioneve dhe radhitjen. Ndërsa pse ishte më vështirë, po e them tash, ishte më vështirë për shkak se bërim informacionin e kisha gazetën Rilindja, Zërin e Rinis, her pas here, dhe gazeta tjera editorës ka pas më shumë se Rilindja atëherë, po këto gazetat periodike që kanë dalë. Rilindja kishte një pjesë sportit aty. Rilindja gjithmonë ka pas një faqe të sportit, po të hanëve ishin 3-4 faqe. Të hanëve ka qenë me 8 faqe, 4 një herë 8 madhur. Po. Do me thonë kjo ka qenë adresa kryesore. Dallimi mes informacioneve të gjithra për Prishtinën dhe për Llapin qëndron në faktin se Prishtina ka luajtur në rang federativ, ligën e dytë kryesisht dhe 5 edicione ligën e parë. Dhe gazeta Rilindja atëherë pothuajse për çdo ditë ka shkruar diçka për Prishtinën. Ndërsa te Llapi nuk ka qenë kështu, sepse Llapi ka garuar në ligën e parë të Kosovës, herë edhe në ligën e dytë të Kosovës, dhe për ligën e parë të Kosovës ka shkruar vetëm sporti i së hënës. Ndërsa ditëve tjera shumë pak ose hiç, edhe nëse ka shkruar vetëm për informatat kryesore. Po jo për Llapin ashta që shpesh ka luftuar për ekzistencë. Do të thonë, informatat për Llapin të plasuara në gazetën Rilindja kanë qenë më të pakta. Kështu që është dashur me hulumtuar me gjithë, për shembull kur ka luajtur në ligën e dytë të Kosovës në disa edicione, nuk ka shkruajtur sporti ditës së hënë, po ka shkruajtur të martën ose të mërkurën. Dhe është dashur me prit me gjithë gazetën e të martës ose të mërkurës për me gjithë ato pak informacione që është dashur me siguru, me vërtetu këtë dokument historinë sportive të kohës. Me argumentu në fakt. Po, sa kohë ju është dashur për mbledhjen e materialeve dhe dokumentimin e historisë KF Llapit? Po, kjo
fakti që librin për Prishtinën në mbylla në 2022 e pjesën më të madhe dhe prej 22 deri 24 kur u bë promovimi, unë vetëm i përculla aktivitetet që u zhvilluan në atë kohë. Unë me njerë mas përfundimit të librit për Prishtinën, që i bie 22, nisa hulumtimin për Llapin. Dhe tash promovimi janar 26, ose le të themi unë në dhjetor kam qenë gati, se libri në dhjetor ka shkuar në Shtyp, i bie 3 vite që kam hulumtu për historinë e Llapit. Mirë po e them që hulumtimi për historinë e Llapit për mua ka qenë më i lehtë. Ndoshta kur ju them kështu, nëse i them dikujt që nuk e ka pasion as dëshirë sportin, kam thënë çysh ka qenë i lehtë kur është dashur të shkojë çdo ditë në arkiv, me marr gazetat e vjetra, me shfletu që është dashur me pas një mask kundër atij plëhrit që e kanë gazetat e arkivume, për shkak se plëhri ishte për shkak të një farë infeksioni në organizëm nëse nuk ruhesh mirë, se ishte një farë infeksioni po ke pe atij plëhrit që e kanë gazetat e vjetra dhe dokumentet e arkivës. Dhe shpeshherë me maskë është dashur me pas atë vendin me një këtë që duhet me lagë dorën për me shfletu gazetën. Këto kanë qenë ato vështirësitë ditore, le të themi, mirë po dëshira dhe pasioni dhe dëshira e madhe që me dokumentu, unë këto fare si kam brit, ka njerë edhe maskën harrojsha me nxit, dhe kam kalu në për këtë fazë, duke mbledhur informacionet e nevojshme për me argumentu. Po, cilët kanë qenë burime kryesore të cilat ju kanë shërbyer për shembull, pos këtyre që keni marrë? Ka pasur sigurisht edhe individ të cilët këtu kanë ndihmuar nga Llapi dhe më gjërë. Po, kështu, unë referencë kryesore kam pas gazetën e Rinja, sepse në të dyja këto libra jam munduar që me dokumentu aspektin sportiv dhe aspektin zyrtar. Për shkak se edhe kjo që thëni ju që është dashur me kontaktu edhe individ, edhe kjo ka ndodhur. Mirë po, fillimisht është dashur me gjetur në argumentet e shkruara, zyrtare. E masandej këta personat që i kam kontaktu kanë qenë ndoshta për një informat me verifiku, ose me plotësu, ose me shtu dhe diçka nga akterët e kohës, e që me kanë ndihmuar ata, i kam përmendur në të dy librat, kam pas konsulent, i kam thujt, kam pas edhe të Prishtina, por kam pas edhe të Llapi. Në mesin e këtyre të Llapit kam shkruajt edhe ty, për shkak se shpeshherë jemi konsultuar dhe kemi folur edhe për. Do thotë edhe emri im aty. Po, edhe emri është konsulentet e librit që i kam pas të Llapit. E falenderoj shumë. Po. Sigurisht për ato që kemi bërë më të vërtet. Po. Vazhdo. Po, kërkoni ju, unë vazhdoj tutje, deri po kështu, po presim tutje që të gjeni aty. Konsulent, a di lexoj krejt, kanë kam pas konsulent e librit Vetëm Llapit? të them dëgjues edhe një ti rikujtoj se kush është në studio. Okej. Esa dhe Jupi është autori i librit të dytë KF Llapi vit pas viti, i pari ishte për KF Prishtinën, pra 100 vjet, nuk është pak. Shkojmë aty ku kemi mbetur Esad? Po, ndërsa libri i dytë, për vazhdojmë atë që e leti, Po, është libri KF Llapi vit pas viti, këta nuk i patën 100 vjet, i kanë 93 vjet, histori sportive. Po. Dhe konsulent të këtij libri kanë pas Shaban Hajdarin, Esad Mehmetin, Idris Mehmetin, Rifat Hajdarin, Fatmir Berishën, Abdullah Blakshurin, Tahir Batatina, Petrit Miftari, Enver Hysini. Shumë faleminderit, ha. Po. Ti keni gjetur njerëzit sigurisht që Po secili për një Kanë periudhë, teori. secili për një periudhë kohore ka pas informacione të cilat pastaj unë jam konsultuar me ta dhe më kanë shërbyer mua pastaj. Vetë emrat tregojnë për ata që i njohin, për shembull, nëse themi Shaban Hajdari, ai përfaqëson klubin e Llapit që nga vitet e 60-ta, pa njëherë si futbollist, po. diçka më ka interesuar shumë. Vëmendjen përqendrohet interesant. A është e sigurt që është shërmu Llapi në vitin 1932, po ndoshta edhe më herët thonë dikush. Çka ka këtu për të gjitha këtyre materialeve? I keni shfletuar, i keni studiuar në farë mënyre, keni ulëmtuar. Po. Unë tash nuk di, po parashtoj këtë pyetje. Kete drejt, kur e bën këtë pyetje, për shkak se gjeneratat e vjetra, sidomos kam kontaktu personat që tash i kanë dikon 80 e 4 vjet mosh. Po shumë pak i keni ata.
I kam pak, po i kam një 2-3. Po, Shaban Hajdari, Majri është Esan Mehmeti, Jo, është ka dhe tjerë. Po, këta, po, nështë e në dhe ma 3 pak, mirë po që po e përmeni me emër, tash me si po Po, insiston. sigur, përmende. Profesori Nazmi Mustafa. Po, që e kam profesori, pas i nderuar, recenzent. po, e vërtet. E kam pas recenzent e libri i Prishtinës, duke qenë se ai në një kohë ka qenë edhe drejtori i klubit. Po, Ndër të vërtet kryetari i kryesisë së klubit Po, Prishtina, sidomos në atë periudhën fund vitet e 70-ta dhe fillim vitet e 80-ta kur Prishtina arrin suksesin më të madh. Edhe pikërisht strategjia e punës që e aplikon profesori Nazmi, atëherë bëri që Prishtina ta ndryshoj të menduarit sportiv aty brenda, për shkak se ndroi struktura, ndruan futbollistët, u bën futbollistët shqiptar merat të Kosovës nga të gjitha viset e vendit, po edhe shqiptar jashtë Kosovës, si Mensur Nexhipi që u kthy gjërë nga Macedonia, njëherë të Trepça, tani të Prishtina, etj. Dhe Prishtina tani ma e boni bërthamen me futbollist vendor. Dhe kjo ishte cilësi i suksesit për më kualifikuar tutje. shumë bukur. Dhe profesor Mustafa, të vazhdojmë. Po, vazhdoj. Po, se ke pyetja kur është themelu llapi. Po, aja. Po. Po më intereson për shumë sepse nuk e kemi qartë, mos është themeluar edhe më herët ndoshta. Po, tash, nga ata që mojnë mend që janë përcjell informacionet ju të shkruar apo kështu nga mosha, flasin se Prishtina dhe llapi mund të jenë krijuar njëkohësisht. Nëse Prishtina e ka datë në vitin 1922, atëherë edhe llapi duhet të jetë krijuar në ato kohë. Mirë po, nuk ka dokumente të shkruara që argumentojnë këtë. Prandaj, dhe duke qenë se edhe informacionet e mëhershme për llapin gjithmonë e kanë dhënë vitin e themelimit 1932, atëherë unë ju kam referuar kësaj date dhe kam vazhduar me të. Mirë po, aja që më shqetëson mua më së shumti janë disa fotografi që qarkullojnë në internet, e në të cilat thuhet llapi i vitit 1936, 38, 39 në Lipjan, thot dikush, llapi i vitit 1940. Unë ato foto i kam vendosur këtu në libër në fillim, mirë po me një pyetje të madhe, sepse asnjëherë nuk e kam vërtetuar që këto fotografi janë vërtet të llapit. Dhe unë nuk kam mund asnjë informacion me cit në libër pasi një konfirmuar mirë. Dhe fotografinë e parë të llapit që është e konfirmuar është e vitit 1946. Dhe këtu shkruan këtu disa prej ish futbollistëve edhe i njohin disa prej futbollistëve të asaj kohe që kanë qenë këtu. Domethënë kjo është fotografia e parë. Pastaj është një informacion që më nuk e kam rëndësi për dëgjues të ju që në fillim, domethënë më njëherë pas luftës, atëherë informatat janë më të sakta se nis botimi i gazetës Rilindja dhe ajo ka qenë referenca im. Merret vesh që në Poduje klubi i futbollit ka pasur një Dinamo. Këtë pak kush e ka ditë? Pak e kam ditë. Po. Dhe unë i kam marrë 2 fotografi nga gazeta, që shkruan për shembull një ndeshje e vitit 1948 në Poduje, thot Dinamo Bratstvo Prishtinë 2-0. Pastaj një ndeshje tjetër, Vllaznia e Prishtinës, Dinamo e Podujevës 5-1. Dhe këtu i kam vendosur vetëm për të argumentuar faktin që vërtet klubi i futbollit në Poduje është Dinamo, më një pas luftës. Sad, a keni hasur në vështirësi gjatë lumtimit të periudha më të hershme të klubit? Na fole pak a shumë për këto gjëra, për themelimin e kështu me radhë. Ishte vështirë nga sigurisht e vitit, do të thosha e fillimit atëherë, kur ka zanafile e llapit. Po pikërisht, po. Me që folëm na që viti i themelimit konsiderohet viti 1932. Dhe prej 32 deri në 45 nuk ka pas gazeta të shkruara në vendin tonë këtu në Kosovë. Kjo ka qenë periudhë vështirë për të argumentuar. Mirë po, aja që më ka shërbyer mua janë disa shkrime të gazetarëve të vjetër të sportit. Indjeri Ali Shola, pastaj Indjeri ish futbollisti Burim Hatipi, më kanë shërbyer disa histori të vjetra të futbollit që ata i kanë shkruar dhe unë aty ju kam referu. Dhe për këtë periudhën, për llapin për shembull 32-45, vlen fakti që janë organizuar klubet sportive, janë quajtur si shoqëri sportive të asaj kohe, dhe nuk ka pas sistem të garave të organizuar. Mirë po janë zhvilluar vetëm ndeshje, kanë për shembull kanë thonë kjo shoqëria sportive nga Podujeva, janë shkuar të takohen, hajde të takohemi me shoqëri sportive në Prishtinë, në Mitrovic, në Voshtri, për shkak se edhe Kosova e Voshtris, atëherë me një emër tjetër, është themeluar në vitin 1922. Dhe më thonë edhe në Voshtri, tradita e futbollit nis sa në Prishtinë, viti i themelimit. Mirë,
Tash po më ndëlidhim diçka, topi i parë, kur ka arritur në Kosovë, në Bodije, për shembull. Thot dikush kë ose ai. Po ju çfarë mendoni? Unë e di versionin zyrtar që nuk është që e kam shpikun, po që është shkruar që topat e parë kanë ardhur në vitin 1919 në Kosovë. Dhe atë thuhet se kanë sjell disa student prej një kolegji Sammersleben quhet atje në Francë. Ata kanë qenë ushtarë të ushtrive të atëhershme dhe kanë sjell dorza boksi, një par dorza boksi, 2-3 fanela edhe një dysa tupa. Mirë po, aja që unë mund dhe me thonë me siguritë e plotë është që ndeshja e parë zyrtare e futbollit e zhvilluar në Kosovë është në qershor të vitit 1921. Ka qenë një ndeshje në mes të shkollës së teologjisë së atëhershme, nuk përcaktohet cilës fe, po e teologjisë, edhe regjimenti 30 i ushtrisë së atëhershme e zhvilluar në Prizren dhe ka fituar 4-3 kjo shkolla e teologjisë. Kam edhe një fotografi të asaj kohë, dhe kjo është argumentuar me një foto. Dhe kjo konsiderohet si ndeshja e parë zyrtare e zhvilluar në Kosovë është në vitin 1921. E sa në Podije, kur? Në Podujev nuk e kam atë informacion, nuk e di sakt, për shkak se nuk kam mujt me gjithë, ndërsa aja që mujnë me thonë janë informatat që i kam pas luftës së dytë botërore. Do të thonë, prej vitit 1945, këndej, informatat referencë kanë gazetën Rilindja. Çka thot? Dhe kështu, çka thot, nuk thot konkrete ndeshja e parë kur zhvilluan Podujev, mirë po. Për shembull, fotografinë e parë që thash është e vitit 1946. Fotografia tjetër është e vitit 1951, kur llapi i Podujevës e zhvillon një ndeshje në Prizren, nuk dihet a ka luajtur me Tohia, e ka pasur Liria, po. Liria sotme. Ose me ndonjë ekip tjetër, po janë të dy ekipet e fotografuara, e në mesin e futbollistëve të llapit është edhe Isak Hajrullahu. Një është futbollist, po. Nëse zgabesh vllau i Shaban Hajrullahut. Po. Masanej që ka luajtur më shumë e më gjatë, sepse ky ka luajtur për llapin mirë, po më shkurt. Ndërsa ndër emrat e parë të futbollistëve shqiptarë që kanë luajtur për llapin janë Bajram Haxhiu, masanej ky Isak Hajrullahu, pastaj Necip Morina, që përndryshe është baba i Arnor Morinës. Po. E që kish pasur me njëherë mas luftës këtë njëherë si profesor i biologjisë, si veterinar dhe si futbollist i llapit, që kam këtu një fotografi që shihet me fanet llapit kundër Prishtinës, ose atëherë Kosova ka pas emrin në vitin 1952, këtu është Necip Morina në mesin e futbollistëve, në ndeshje llapi Prishtina ose llapi Kosova, është qyteti Prishtina. Po, dhe në vitin 1953-54 bëhet trener pastaj Necip Morina, dhe me të si trener llapi ngritet një rang më të lartë garave. Do të thonë, ngjitet një rang, bëhet antar i ligës së parë. Atëherë është qytet krajinore. Dhe këtu është një foto, nëse e ki këtu, që është fotografia. Necip Morina si trener, skuadra e llapit dhe një rang më të lartë garave kualifikohet llapi në vitin 1953. Ndërsa këtu portier është dikush e mend, edhe njëun është Ismail Hoxha, portier i llapit. Masanej këta emrat e futbollistëve shqiptar vinë e shtohen ndër vite dhe më vonë dalin edhe emrat e futbollistëve tjerë shqiptar që bëhen pjesë e klubit llapit, siç janë tash me numroj përmend, po. Për shembull, pas këtyre që i përmenda, vjen edhe të gjejmë këtu në të pak. Abdullah Vokri, Hasan Blaku, Shemsi Haxhiu, Fitim Dumi, po, Ejo Bekteshi. E ke ditë që Fitim Dumi ka luajtur? Po. Për llapin? Po, qysh moti e kam mësuar. Po. Dhe më thonë, këto janë disa informacione që... Po nuk ka luajtur shumë. E Zana Fillës. Ka luajtur 2 edicione në Serbia, po, në vitet e 60-ta. Masanej në 65-ën atje Shaban Hajdari nisë me luajtur si 16-17 vjeçar, luajtur për ekipin e parë. Masanej Selatin Vukri, Rifat Raçi, Idris Mehmeti, Esat Mehmeti,
Masanej ka Mesi ose ka gjysme e dytë e vitës 70 Fadil Vokri, duhet me përmend edhe këtë, që kur 76 bëhet pjesë e ekipit të parë si 16 vjeçar. Po. Për të vazhduar pastaj me Llapin edhe me kaluar te Një rast, të shkojmë te Llapi në Beograd kur Llapi luan atje. Ishin mos gabosha juniorët apo? Po. E keni këtë shënim jo atë? Po. Ne kam bajtur mend nga futbollistët e vjetra që më kanë treguar. Çka kanë thonë? Kanë thënë se kanë luajtur shkëlqysh, modi ka shikuar edhe Milanic apo? Kjo e vërtet çka po thua atë, kjo ka qenë një ndeshje për kupën të atëherë të Federatës Jugosllavisë. E që ka luajt Llapi me Yllin e Kuq Beogradit. Po. Dhe në përbërjen e juniorëve të Llapit të asaj kohe që kishin pasur kampion të gjeneratës së vet, ka luajtur edhe Shaban Hajdari. Dhe ky e jep edhe një gol se Llapi juniorët hupin 3-1 atje, ndërsa këtë golin e vet me jep Shaban Hajdari. Dhe qysh atëherë ky bie në sy të trajnerit që e përmendet ti, që është me origjinë nga Maqedonia, i lindur në Manastir. Dhe qysh atëherë thuhet që i kanë ofruar një ofertë për Monal me lujt atje, mirë po prindi i Shabonit asnjëherë s'kishte dashur që ai të largohet as nga Podujeva, valeremo të shkoj në Beograd. Në Beograd për zhvilluar ndeshje. Po. Ç'është kjo? Për ekipin e Yllit Kuq. Po. Vazhdojmë tutje pra, jeni duke shfletuar, është vërtet shumë ka për të thënë. Çfarë dallon natyrisht ky libër nga publikime tjera sportive në Kosovë? Cilat janë ato, sepse ka disa tjerë që kanë shkruar për shembull për sportin në përgjithësi, por jo për këto dy klube. Po, që ky është dallimi kryesor. Thash mirë. Po, dallimi kryesor është pra se, vërtet ka... Si radiokronist? Tamam, dallimi kryesor është pra se për monografitë e klubeve nuk është që ka pas asnjë klub. E di që Trepça e ka bërë një emision dokumentar, mirë po kështu të shkruar, të përfshirë në historinë aq vjeçare sa ka klubi, nuk ka pas asnjë. Unë nina edhe me fat, po tash edhe pak i lumtur me thonë që jam autori këtyre dy monografive të klubeve që janë tradicionale edhe më të vjetë, ndër më të vjetrat në vendin tonë. Edhe tash po pyet dikush a do më bëj monografi edhe klubeve tjera. Përgjigjja më njëherë është jo, për shkak se te Prishtina e kam bërë për shkak se ka qenë kërkesë e tyne, mirë po tani edhe dashuria ime ndaj klubit edhe ndaj kësaj zeje, le të themi, me ka shtyr. E te Llapi ka qenë kryk po pasioni dhe dëshira që me që unë vetë jam nga Llapi, unë jam nga Sikinoqa, dhe kam dashur që klubi i venit ton, le të themi, me pas një origjinë të vetën.